Me fillimin e verës dhe rritjen graduale të temperaturave ekstreme, trupi i njeriut përballet me sfida të mëdha për ruajtjen e balancës termike dhe shëndetësore. Në vendin tonë, gjithnjë më shpesh përjetojmë valë të nxehtë që zgjasin me ditë apo javë, duke rritur jo vetëm shqetësimin, por edhe rrezikun për pasoja serioze shëndetësore. Për të kuptuar më mirë ndikimin që temperaturat e larta kanë në organizmin e njeriut dhe mënyrat më të mira për të mbrojtur veten, ne zhvilluam një bisedë me mjekun Kristian Lulgjuraj, i cili ndau njohuritë dhe përvojën e tij profesionale mbi këtë temë delikate dhe me rëndësi të madhe për shëndetin publik. Do të thënë, trupi jonë ka një temperaturë që varion nga 36 në 37 gradë Celsius, e cila është e nevojshme pra për të kryer proceset normale fiziologjike dhe kur trupi ekspozohet ndaj faktorë ndryshëm, të cilat e kërcënojnë pra pikërisht këtë temperaturë, atëherë hyjnë në punë mekanizmat termorregullues dhe për rastin e fjalë bëhet fjalë pra pikërisht për zërimin e jenëve të gjakut dhe për djersitjen. Dhe varësisht domethënë nga shkalla me të cilën kërcënohet të prishet ky ekuilibër, do kemi edhe shfaqjen e klinikës pra tek pacienti. Kur trupi ekspozohet në temperaturat e larta për periudha të gjatura, ai fillon të jap sinjale të qarta stresit dhe mbi ngarkesë fiziologjike. Këto shenja të hershme janë shumë të rëndësishme për t'u njohur sepse mund të ndihmojnë në parandalimin e situatave më të rënda si goditjen nga dielli apo humbjeve të dijes. Lulgjuraj theksoi se është shumë rëndësishme të mos nëndërsohen simptomat që shfaqen pasi ato përmbajnë fazën e parë të mbingarkesës termike dhe mund të përkeqësohen shpejt nëse individi vazhdon të qëndrojë në kushte të nxehta pa mbrojtje të duhur. Po, simptomat e para zakonisht janë dhimbje kokët, pra mund të kemi marrje mendsh, skuqje të lëkurës, tharje të lëkurës, këto janë shenjat e para të cilat trupi na jep dhe sepse nuk reagojmë në kohë, sigurisht se situata do përkeqësohet dhe do kalojë pra në stadie të tjera, siç është nxehtësia më e rëndë, për shembull goditja nga të nxehtit. Atëherë ekspozimi i tepërt në diell ndodh që edhe të goditemi nga dielli. Si mund ta shpjegoni çfarë është goditja nga dielli? Pra, si ndodh, si funksionon mbas kësaj goditje edhe trupi i njeriu? Po, goditja nga dielli është kur në shfaqim pra shenjat dhe simptomat e para dhe ne nuk japim rëndësinë e duhur, pra nuk marrim masat e duhura për të rregulluar temperaturën e trupit, atëherë gjendja do agrevohej gradualisht deri tek goditja nga nxehtit, e cila është situatë e cila karakterizohet pra me rritjen e temperaturës brendshme deri në mbi 40 gradë Celsius, dhe kjo rritje mund bëhet për një kohë fare shkurte, pra mund shkojë deri në 10-15 minuta. Dhe përpos shenjave të më sipërme, ky stad karakterizohet pra mund të prikësh nga rritja e temperaturës, mund kemi edhe dëmtime të parikthyer, siç janë shfaqja për shembull e konvulsioneve apo komplikimeve të tjera, të cilat mund të çojnë edhe deri në vdekje, sepse nuk merren masat e duhura. Dhe sa i përket ndryshimit të papritur të temperaturave, pra ndikimi i ambientit i freskët nga i ngrohtë, pra çfarë ndikimi ka kjo ndryshim? Po, sigurisht se ka ndikim në trupin tonë, pikërisht ky ndikim i temperaturave ndikon edhe në sistemin imunitar. Kjo do na bëjë që të jemi më të prirur për zhvilluar edhe infeksione respiratore apo infeksione të tjera, po ashtu edhe për pacientët të cilët kanë sëmundje kronike, pra do rrisin mundësinë pra për akutizimin e tyre, sidomos për pacientët që vijnë nga sëmundjet respiratore, por edhe kardiovaskulare, por edhe sëmundje të tjera kronike. Prandaj është rëndësishme që ky kalim, ndryshimi i temperaturës të bëhet në mënyrë graduale, pra jo në mënyrë direkt pra nga ftohtë në të nxehtë, temperaturë të jashtme. Personat e secilat kategori të popullsisë janë më të rrezikuara nga temperaturat e larta. Lulgjuraj theksoi se zakonisht janë personat me sëmundje kronike, si hipertensioni, problemet kardiake, diabeti, astma apo sëmundje të veshkave. Për këto kategori, kujdesi duhet të jetë maksimal, duhet të qëndrojnë në ambiente të freskëta, të konsumojnë lëngje të mjaftueshme dhe të shmangin aktivitetin fizik në orët e pikut. Po, gjithë ne jemi të rrezikuar, por më shumëtit janë pacientët të cilët kanë sëmundje kronike. Por duhet
kenë një kujdes veçantë edhe personat të cilët merren me aktivitet fizik, pra qoftë sportiv, apo edhe punë tjera fizike, duhet të kenë një kujdes më veçantë, pra të marrin më parasysh soft hidratimin, soft edhe ekspozimin në temperatura të larta, pasi këta hyjnë edhe në kategorinë që mund të fitojnë çrregullime pikërisht nga zetit më shpejt apo më shpesh se tjerët. Atëherë, persona që janë të semur kronik, si që është diabeti dhe zemra, tensioni, ishin këta të cilët janë më të rrezikuar. Por po të ndalemi tek ndonjëra sëmundje kronike si zemra apo dhe diabeti, kanë ndonjë rutinë të veçantë të cilët mund të kujdesin më mirë për veten e tyre? Po, sigurisht, sepse i zbatojnë hapat apo rregullat në mënyrë duhur, do e ulin apo do e minimizojnë në maksimum pra mundësinë për të shfaqur këto komplikime, pra marrja e terapisë në mënyrë të rregullt, si dhe zbatimi i masave, të cilët sapo i përmendëm, ul shumë mundësinë pra për të zhvilluar komplikime të tilla. Cilat janë ilaçet apo terapitë që mund të përkeqësojnë gjendjen e individit në periudha të nxehta? Ekzistojnë edhe ato që mund ta përkeqësojnë? Patjetër. Çdo bar apo çdo trajtim i cili merret për menaxhimin e sëmundjeve kronike ka potencial për ndikuar në mekanizma termorregullues. Por përsëri, nëse zbatohen masat, të cilat i përmendëm, edhe kjo mundësi është thuajse minimale, por gjithmonë mundohen, si çdo komplikim tjetër që mund të japin barnat, edhe një ndër komplikimet është pikërisht edhe në mekanizme termorregullues. Por në rast të tillë është shumë rëndësishme se drejtohen sa më parë për të kërkuar kujdes shëndetësor. Ekziston ndonjë ilaç që e rekomandoni ju ndoshta edhe të jetë më i mirë afër pacientit, ndoshta edhe ata që mund të merren edhe pa recetë, sa të mund ta ulin pak më shumë këtë pjesën Sa i përket hapave për nxehtësinë apo ngoditin nga nxehtit, nuk është se ka ndonjë trajtim apo specifike që mund të bëhen ndoshta në kushte shtëpiake, por siç e tham, hidratimi është shumë i rëndësishëm dhe sa i përket kur kemi rritje të temperaturës trupore, atëherë duhet drejtohemi direkt tek mjeku, pra te centrat mjekësore, sepse në raste të tilla, siç e tham, temperatura mund të rritet shumë shpejt dhe kur një temperatura të janë të larta, pra mund të bëhen dëmtime të parikthyer sof në tru apo edhe në pjesë në organe të tjera vitale të trupit tonë. Cilat janë shenjat që tregojnë se duhet të kërkojmë ndihmë mjekësore menjëherë për shkak të nxehtit? Po, gjithmonë alterimi i vetdijes, pra humbja e vetdijes, është gjithmonë shenjë alarmante, pra, të cilët gjithmonë pra duhet drejtuar te mjeku, po ashtu edhe rritja e temperaturës brendshme, kur shohim se pacienti pra ka rritje të temperaturës, ai duhet drejtuar menjëherë. Duhet drejtuar menjëherë tek mjeku, në mënyrë që të parandalohen stadiet e avancuara të problematikës së fjalë. A ka efekte avagjate që mund të vinë nga ekspozimi përsëritur ndaj temperaturave ekstreme? Po sigurisht, sepse ekspozohemi në mënyrë të vazhdueshme ndaj një stresorit, themi kështu, atëherë edhe mekanizmat tona e kanë një kapacitet dhe të kufizuar, sigurisht. Dhe nëse i sforcojmë apo nëse i ekspozohemi në mënyrë të përsëritur ndaj një aktiviteti stresor, atëherë edhe mekanizmat të mbrojtjes do ulin pragun mbi të cilin mund të funksionojë, dhe kështu do kemi mundësi për zhvilluar me lehtë pikërisht komplikimet nga nxehtit, softë dhe goditjen. Dhe si përfundim do t'ju pyes nga këndvështrimi juaj pra mjekësor, si ndikon ngrohja globale dhe ndryshimet klimatike në shëndetin publik? Po sigurisht se me rritjen e nivelit të temperaturave në atmosferë rritet edhe mundësia pra për të zhvilluar pikërisht komplikime dhe rriten edhe masat të cilat duhet t'i marrim për t'i parandaluar ato. Kështu që patjetër se ka ndikim negativ në shëndetin tonë.